por ama ndoja që t'i mbyllja sytë dhe të mos më hapeshin më. Dhe thora, o Zot, më ndihmo, t'i mbyll sytë sot, edhe mos i hap. Dhe më vjen një grua aty e shkreta në një gjendje të mjerueshme që nuk kam se si të tash përshkruaj. Dhe ajo nga që më pa aq keq, dhe më thot çfarë keq, kisha hapur gojën, kisha diçka në, them nuk e di, më ka dalë diçka në gjuhë. Dhe ajo më thep kështu, çfarë të ka ndodhur, më pyet mua, të ka vdekur ndonjë nga fëmijët? Kjo pyetje ju nuk e besoni. Aty për mua mbaroi burgu. Atë ditë. Mbaroi burgu, thash po sikur mua të më ndodh kjo gjë. Ajo është ajo që kemi. Dhe prandaj them që ndonjëherë një njeri mund ta bëjë një fjalë vrasëse apo një veprim apo një gest. Siç mua më zgjoi ajo, aty fillova unë që të shpëtoj nga burgu. Pra aty më mbush mendja se burgu është mendja, është brenda nesh, nuk ishin hekurat. Pra e shifja veten edhe jashtë, që nga ajo ditë dhe thash, sa ajo më bëri atë pyetje naive, tha të ka vdekur ndonjë nga fëmijët, ishte me ato sytë gjysmë të mbyllur, I kishin arritur aty dhe ka vdekur ndonjë, sepse më pa që kaq keq, vetëm për këtë gjë mund të jetë. Gjëja tjetër që më bënte përshtypje që ato qanin tani dhe pastaj fillonin kërcenin. Sepse njeriu duhet të jetojë. Kjo më ishte më e çuditshme, I shikoja të njëjtat që sapo ishin rrafur para 3 minutash, po kërcenin aty. Dhe doja të futesha në atë, si ta bëj dhe unë si këto, por e pash që ajo ishte thjesht për të mbijetuar, ishte mënyrë mbijetese.